Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu, i cili ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, të mos e urrej fort besimtari besimtaren, nëse ai urren prej saj një cilësi, atëherë do të jeti i kënaqur prej saj me një cilësi tjetër, pra me një tjetër cilësi. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Muslim në Sahihun e tij. Nga ky hadith tregohet qartë se nuk ka dyshim se çdo njeri ka mangësi dhe të meta, dhe nuk ka ndonjë në mesin e njerëzve që të jeti përsosur. Ai që kërkon një njeri pa të meta, s'ka për ta gjetur kurrë, sepse përsosmëria absolute i përket vetëm Allahut të lartësuar dhe askujt tjetër. Shumë prej dietarëve të Islamit kanë përmendur se qëllimi në këtë hadith, kur përmendet fjala besimtari dhe besimtarja, kanë për qëllim marrëdhënien ndërmjet burrit dhe gruas. Nëse burri besimtar shikon tek bashkëshortja e tij besimtare një cilësi që nuk i pëlqen, atëherë nuk duhet ta shtyjë kjo që ai ta urrejë atë me një urrëtie të madhe dhe ta trajtojë atë padrejtisht. Përkundrazi, ai duhet të kujtojë cilësitë e saj të mira dhe moralet e saj të bukura të larta, sepse mundet që të mirat e saj të jenë shumë më të mëdha, më të shumta, se sa ajo cilësi që ai urren tek ajo. Urrëtia e madhe mund ta çojë njeriu në padrejtësi. Kur zemra mbushet me mospëlqim dhe urrëtie, njeriu mund të mos i shohë më të mirët e tjetrit, dhe kjo mund ta pengojë nga dhënia e të drejtave dhe nga sjellja me drejtësi. Dërsa besimtari është i urdhëruar që të jetë i drejtë, pra të majtë drejtësi në çdo gjendje, pra në çdo rast, sepse drejtësia është më afër devotshmërisë, sikur se ka përmendur Allahu në Kur'an, fa'adilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dhe mani drejtësi, sepse kjo është më afër devotshmërisë. Nëse burri nuk e pëlqen një cilësi të caktuar te gruaja e tij, atëherë le të kujtojë cilësitë e saj të mira. Nëse ajo ka mangësi në një çështje, ajo mund të jetë e mirë në gjëra të tjera, pra mund të jetë e mirë në fenë e saj, mund të jetë me moral të bukur, mund të jetë e butë me burrin e saj, mund të jetë e kujdesshme në shtëpinë dhe në familjen e saj, pra dhe me fëmijët e saj, apo mund të ketë cilësi të tjera që janë cilësi të lavdërueshme. Dhe kjo e ndihmon burrin e saj që ta shohë atë me syrin e drejtësisë dhe të mos bjerë në padrejtësi. Besimtari, edhe kur nuk e pëlqen diçka, këtë e bën po ashtu me mas dhe me maturi, pra është i kujdesshëm. Ai nuk e bën një tëmet të vetme, shkak që të harrojë të gjithë të mirët e bashkëshortës së tij, por se i vlerëson gjërat me drejtësi dhe me maturi. E njëjta gjë dhe gruaja do sillet mirë me burrin e saj. Pra po kushtu dhe gruaja do sillet mirë me burrin e saj me të njëjtën mënyrë. Ajo nuk duhet ta urrejë për shkak të një cilësie që nuk i pëlqen tek ai, por duhet të shikojë edhe cilësitë e tij të mira dhe të mirat e tjera që ai posedon. Prandaj, o robi i Allahut, mos e urrej bashkëshortën tënde për shkak të një tëmete që ajo ka. Bëj durim, shiko cilësitë e saj të mira dhe kërkoj ndihmë Allahut të lartësuar që ta përmirësoj atë, dhe thuaj: O Allahu im, përmirësoj bashkëshortën time, bashkoje zemrat tona dhe zbrit mbi ne butësi, dashuri dhe mëshirë.